Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion, ku do që jeni duke na shikuar këto qaste në Kosovë, Shqipëri, trojet tona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se erdhët në gjysmëfinalin e parë të Kupës së Kosovës ndërmjet të Trepçës dhe Borës, e cila shpresojmë të jetë fantastike basketbollistike, ashtu si është edhe komplet ky edicion i si vjetme i basketbollit ton. Sonte me ju jam unë Agon Femiu. Ekipi Borës paraqitet sonte me kapitenin Adem Mekic, Tyler Qiz, Ranuka Yulplana, Genzeqiri Aleksandr, Orsi Kurta, Shekuan Jules, Lance Thomas, Amin Hoti, Alim Lebovci dhe Jetmir Zeqiri, trener Zoran Karqelani, mendimësit Lori Klokoqin dhe Laberion Ibrahimin, drejtor sportiv natyrisht Besim Braha, ish legjenda e Trepçës. Në anën tjetër, Trepça paraqitet me kapitenin Adenis Gashin, Nivenis Haliti, 3 Gjakuri Pejn, kthehet pra pas lëndimit, pas një pauze 2 mujore, 4 Akili Winning, 5 Seketure, Sek Henry, 8 Burim Zekici, 11 Mushici, 12 Drilon Hajrizi, 21 Sean Jones, me numër 23 Mustafa Amzili, 35 Dardan Kapiti dhe 41 Kenny Hasbrook. Po e shofim që batën tona është i lënduar është dhe Sek Henry, edhe pse është në listën paraqitse, ndërsa tek Bora do të mungoj Rez Mehmetin. Të ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të Kosovës. Para një muaj në Pokte Palestër me 7 janar, ja pa të mbos efte vitit të ri 2026 me duelin e parë çerrekfinalit të Kupës midis Trepçës dhe Yllit, i cili na duel u drejtua nga Endrit Elshani. Ju kujtohet ajo ndeshje antologjike dhe historike ku shënuan hiç më pak se 211 pikë. Pra, treshja e gjyqtarëve sonte, Xhelal Mumini, mendimësit Artan Gashi dhe Ilir Shalën. Sikur se thash, në duelin e para një muaji, Trepça Ylli këtu, u shënuan 211 pikë pa vazhdime, Ylli fitoi ndeshjen me rezultat 102-99, duke mposhtë fituesen e 4 fish të rresht të Kupës, këtu në Minatorin, në një shfaqje fantastike basketbollistike, ku u shënuan 30 treshe në një ndeshje. Trepça realizoi 13 dhe Ylli 17 sosh. Megjithatë, Golden Eagle Ylli, skuadra që si vjet feston 50 vjetorin e themelimit, nuk arriti të eliminon fituesen e 4 fisht aktuale, pasi Trepça u revanshuan në Theran, në ndeshje ku debutoi spanjolli Olmos dhe kështu Mitrovica, si të udhëhequr nga mjeshtri Beshi Ragishi, u kualifikuan në gjysmëfinalen e 5 rresht, edhe bën një hap drejt synimit që edhe si vjet ta fitojnë këtë trofe dhe eventualisht në thesarin e vet ta dërgojnë trofeun e 20 jubilar që nga pavarësimi në vitin 91-92, që do t'ishte edhe kupa e 5 rresht, me çka do t'i afroj rekordit të cilin e mban skuadra më e suksesshme gjitha kohëve Sigar Prishtina, e cila ka dominu kupën e Kosovës nga viti 2005 deri në vitin 2010, pra i ka fitu 6 trofe rresht. Kjo ndeshje sot është përballje ndërmjet liderit të Superligës Trepçës me 15 fitore, vetëm 3 humbje, dhe aktualisht njërës prej skuadrave më formë, e cila pas startit katastrofal me 6 humbje rresht, i ka rendit 9 fitore e 3 humbje, duke i falenderua këtij njeriu që e pat, i cili e zaventësoi Lubomir Minçevin, dhe kështu Bora është ngritur nga pozita e fundit në të katërtën me sukses identik sikur se Peja në pozitën e tretë. Themi se Bora ka mundur tjetë aktualisht edhe treta, mirë po të dielën psoj disvat në Gjakov, që ishte humbja e parë pas 6 fitoreve rresht në gjitha garat, dhe humbja e parë pas 4 fitoreve të një pas njëshme në Procredit Super League. Përndryshe Trepça e ka vazhdu serin fantastik këtë saj,
duke e mposht Yllin me rezultat të thellë 98-81, skuadrën që jo më parë eliminoi në çerek-finale të kupës, dhe kështu mjeshtri Beqiragiqi brenda një kohe shumë të shkurtër 2 herë mposhti spanjollin Paco Olmos, duke eliminu për kupë dhe tash në Super League, ku për Trepçën ishte kjo fitoria e 10-1 pasnjëshme, pas asaj disfati nga vllazimi Gjakov, ku 4 minuta para se të përmbyllej dueli, kishte 15 pike përsi, por në fund vllazimi me ato 4-3 rresht ish playmakerit Warwick, edhe shënimin e Jericho Hellemsit, qitat e fundit realizoi fitore fantastike me rezultat minimal 85-83. Sidoqoftë, kjo ishte vetëm një shtytje për kampionën dhe fituesin aktualit kupës, që të shton ritmin në vazhdim të shkel çdo gjë para vetës, dhe ja ku janë sonte dy skuadrat në top 4 në elitën e basketbollit ton. Trepça e Beqiragiqit dhe Bora e Kashqellanit, që është treguar po ashtu mjeshtër i madh dhe ka komponu perfekt skuadrën, dhe me stilin e drejtimit të skuadrës, t'ju them drejtën, po i përngjan pak Jaskeviciusit të Fenerbahçes. Sonte, Bora synon një rezultat pozitiv, duke kërku shansin për të bërë histori dhe për të kualifiku në finalet kupës. Mirë po ja pengesë gjigante e saj është fituesja e 4 fishtresht Trepça e Adis Beqiragiqit, e cila si vjet po synon kupën e 5. Me radhë, sukses ky që para saj pra e ka mbri vetëm edhe Sigar Prishtina, thash parës ka dominu 6 vjetresh nga 2005 deri në 2010, dhe po ashtu Trepça si vjet po e synon edhe titullin e 3-3 të kampionit Kosovës, ja pra edhe peshet Vinning, Mushit Jones, Amzili dhe Hasbruku do t'jetë peshja startuese e Beqiragiqit, në anën tjetër Kashqellan me Cheese Hunter, Jules, Hot dhe Zeqirin. Pra, sikur se thash, Trepça si vjet po synon titullin e 3-3 të kampionit, sukses ky që në histori më herët e kam bërë vetëm PEA në edicionit 94, 95, 96, si dhe skuadra më e trofeshme gjitha kohëve Sigar Prishtina, e cila këto e ka bërë në 2 periuda, madje herën e parë ka dominu 6 vjetresht, prej 2006 deri në 2011, e herën e dytë 2015, 16 dhe 17. Këtë pra po e synon mjeshtri Adis Beqiragiqi, i cili për 5 edicione në Kosovë ka fitu 11 trofe me PEA-n, Yllin, me cilin ka bo suksesin historik dhe antologjik si arkitekti suksesit të basketbollit të Randës, ndërkohë kaloi te Trepça, ku po ashtu e shkroi emrin e tij me shkronja të arta, duke qenë arkitekti suksesit më të madh gjatë epokës më të trofeshme në historinë e skuadrës Mitrovicase, e cila në edicionin 2020-21 ka qenë buz greminës në prag të rënjës nga elita e basketbollit kosovar për herë të parë në histori. Mirë po si e para fundit mbjetoi play-outit kundër Istogut për të nisur drejt marshit më të suksesshëm në histori të klubit dhe duke fitu 2 tituj të kampionit të Kosovës rreth në 2 edicionet e fundit, 24 dhe 25, dhe ja sonte pengesa e dytë drejt mbrojtjes së trofeut të kupës së Kosovës për Beqiragiqin si vjet është Bora, pasi eliminoi Golden Eagle Yllin, një tjetër skuadër e cila është në formë të mirë pas vitit të ri. Sonte rival i Trepçës drejt synimit për finalen e 5-3 është Bora, skuadra më simpatike e cila u ringjall në janar të vitit të ri dhe po bën mrekulli. Duhet thënë se kjo është përballje 7 direkte në total mes këtyre dy skuadrave. Në 6 takimet e deri tashme Trepça ka 5 fitore dhe Bora 1. Të ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Pra, çdo gjë e gatshme për ndeshjen e parë gjysmë finale. Ja dhe peshja e Trepçës, Mushiqi, Amzili, Hasbruk, Jones dhe Akili Winning. Thash në 6 takimet e deri tashme, Trepça 5 fitore, Bora 1 fitore në ndeshjen dramatike të 27 shkurtit vitit kalum në palestrën 1 tetori, kur Trepça e anuloj minusin prej 21 pikve dhe në fund për pak e humbi duelin me 89-88.
Pa shohim se edhe si vjetë FBK vendosi që garat e kupës të zhvillon me sistem vajtje ardhje në qerek finale, gjysmë finale, ma pas kemi finalin, si kurse vitin e kalum, që me të vërtet e ngriti interesimi dhe shikueshmërinë për këte garë. Çdo gjë pra e gatshme, Trepça kampionja aktualja, liderja fituesja 4 fisht arresht e kupës së Kosovës, synon që të startoj sonte me sukses, ndërsa pengese saj është Bora. A do të ambuloj Bora minatorin sonte, apo Trepça do të shkri Borën këtu në këte atmosferë të zjarrt, mbetet të shihet pas 40 minutave. Shpresojmë fantastike basketbolistike, topi parë për Zeqirin Aminhot ish Mitrovicasi, i cili si vjet kaloj pra te Bora. Jetmir Zeqiri me Amzil, sa bukur, çfarë asistimi fantastik i Jetmir Zeqirit për Shaquan Julesin, i cili e shmonton atje për 0-2. Winning për Amzilin. Amzili dhe Batën Tuna shpërthyen në janar, me të vërtet kanë qenë vendimtar dhe fantastik për Trepçën. Mushiqi pret atje Johnson, bashkë lojtar të Kosova. Dikur ish reprezentuesi i Kosovës, Sean Jones, barazon rezultatin në 2-2. Amzili. Vonohet atje Hasbrook, megjithatë topi vjen te Mustafa Amzil, i cili ndalet me personale nga Jetmir Zeqiri, i cili kërkon falje me njëherë atje për shëndetën. Dërsa këtu përshihni Karqellanin thash në stil të Jaskeviciusit, flet atje edhe me lojtarët e tij, ju spjegon çka duhet bërë dhe çka jo. E ka mbrojtjen me të vërtet të ngjashme me atë të Fenerit. Amzili për ball të Jetmiri, sa bukur Amzili për Johnson, i cili me tabel, vetëm lojtarët inteligjent e bojnë këte dhe gjuajnë me tabel, dikur këte e bënte TD, Tim Duncan. Sa bukur Aminhoti, lëvizje mashtruese ti për Hunterin. Vjen anën tjetër, vonohet, Alex Hunter, topi i pari humbur për Borën. U vonua edhe në pasim të Jetmir Zeqiri Alex Hunter, edhe mas ne kur e bëri këte, nuk e pa që nuk e përceli si duhet, nuk e pa që Jetmiri ishte duke u futur në brendi. Blok i mirë i Amzilit për Hasbrookun, edhe njëherë atje. Nuk e shfrytëzon si duhet Hasbrook. Pick and rollin, Amzil i mbetet atje të lufton me Tyler Chizin dhe bën këte pa problem për 6-2 Mustafa Amzili. 208 cm i gjatë, e shfrytëzon 7 lartësinë e tij dhe për parësinë ndaj Chiz. Hunter, blok i miri Shaquan Julesit. Chiz tenton për 3 pik, topi hyn e del. Luftë e mirë, mirë mbyll atje Amzili Zeqirin. Winning kërkon mbrojtje më agresive me ndrim të lojtarve. Mirë po mbetet atje Alex Hunter me Johnson, vjen atje me i ndihmu Popo. E patëm një mismatch atje. Ne vrikoset shumë. Zoran Karqellani thot pas ndrimit të lojtarëve duhet me njëherë të ripozicionoheni, të ktheheni në pozitat e juaja, jo të mbetni në mismatch. E ka të drejtën tim për 3 pik. Mikaelet Mushiqi bombardon treshja e parë për Trepçën. Një start i mirë në 3 minutat e para i liderës aktuale. Fituesja e 4 fisht, arresht e kupës së Kosovës Trepça. Foul në mënyrë identike, sikur se parës. Kësaj radhe
Kemi një mismatch. Winning mbeti me Jetmirin. Bukur e pa atje, e lexoj këte Hasbrook se si do ta pason Jetmir. Sa mirë, depërton në thelsi, nuk realizon Akili Winning kundër sulmi shpejt Cheese. E sheh korridorin, depërton deri në fund dhe dërgon te vendi për 9-4. E përsia më e lartë deri tash e Trepshës plus 7 parës. Mustafa Amzili, treshja e 2-3 pas Tmushiqit, bombardon edhe Amzili. E kjo tash është e përsia më e lartë prej 8 pikëve, 12-4. Duhet të jetë edhe në grafika tona. Cheese e sheh atje korridorin. E shpëton këte top Cheese, sekonda e fundit. Beti me top në dorë Amin Hot. Mushiqi dhe Amin Hoti një kohë bashkëlojtar këtu te Trepsha. Jones shkon në blok për Hasbrookun, i cili nga këto pozita ditë të qëllon ishte i penguar. Kërkuan atje faul kundër sulmi shpejt Shaquan Jules. Kërkon faul atje Shaquan Jules, ankohet se ishte i shtyr dhe i penguar. Kërkon pressing Karshellani nga Amin Hoti. Dy ish bashkëlojtarët, Hot dhe Tmushiqi. Ron Ukaj bën presion ndaj Hasbrookut, topi shkon në anën tjetër te Akili Winning, i cili nuk lancon, nuk qëllon. Sa mbrojtje e mirë atje, i vëmendshëm Hasbrook. Akili Winning tenton, nuk realizon mirë, po Tmushiqi kërcen, por asaj nuk e përmirëson kundër çfarë mbrojtje e mirë. E shpëton këte top. Luftarak dhe i vetë më ushëm në anën tjetër. Çfarë huqje të lehta. E përmirëson në fund Mustafa Amzili për 14-4 dhe e përsia e par dy shifrore Trepqës. Time out i Zoran Karshellanit, i paknaqur me mbrojtjen e lojtarëve të tij, po edhe sulmin. Adis Beqiragishi me të vërtet po luan mbrojtjen granite, nuk po lejon hapësina për gjuajtje të Borës. Vetëm 3 raste i pati Bora në brendi, i realizoi 2 prej tyre. Në anën tjetër tentoi 2 herë për 3 pikë, por prej pozitave të vështira dhe nuk qëlloi asnjë. Në anën tjetër Trepqa me mbrojtjen e vetë shumë agresive, me presionin, presingun të cilin e bëni, i detyroi lojtarët e Borës që të humbin. Do të thotë në vetëm 5 minutat e para, 5 minuta 18 sekonda, më saktësisht 6 topa. Kjo moti nuk i ka ndodhur skuadrës së Borës, dhe me këte as pak nuk është i lumtur trajneri Karsellani. 3 topa të vjedhur deri tash i ka skuadra e Trepqës. Nga një top pra Tmushiqi, Sean Jones dhe Hasbrooku parës. Në kërcime janë të niveluar, mirë po në asistime dhe në topa të vjedhur po prin Trepqa, 4-1 në asistime dhe 3-0 në topa të vjedhur. Amin Hot për mrekulli Jules, vonot atje në pick and roll. Sa i mirë në... Çfarë mbrojtje nga Akili Winning, është kjo hera e dytë që po i ndërpren sulmet i jashtëzakonshëm. Shikoni atje.
para Alex Hunterit, Hunteri në gjumë. Edhe, ja, atje, po ja shpjegon Karshelani që duhet mu zgju pak nga gjumi, edhe nga shpejtësia e parë me shti në tretën apo të katërtën. Besë 14-4. Realizon tentimin e parë Amzili. Edhe herën e dytë është i sakt Mustafa Amzil, krejt që ka gjujt, krejt i ka realizu Mustafa Amzili 9 pikë të ti. 2 dyshe, 1 treshe, 2 gjuajtje të lira, 9 pikë të Mustafa Amzilit i jashtëzakonshëm. Alex Hunter tenton me 3 pikë i pa sukseshëm, Amzili edhe njëherë. Tani Hunter atje i bën presion dhe e pengon Akili Viningun. E shpëton këtë sulm me atë pasim për te fushet. Amzili bëhet gati për të inkuadruar në lojë për herë të parë Adem Mekiqi. Është kjo huqja e pare Amzilit sonte. Fauli të Mushiqit. Mirë është mang Hunter Mikaelis. 16-4 është e përsia më e lartë prej 12 pikëve deri tash. E patëm një seri prej 9-2, pastaj një seri prej 7-2 të Trepçës në 2 raste, nga 3 minuta pra 9-2-7-2. E aktualisht pra një përsi prej 12 pikëve. Lëvizje bukur atje Thomas. Me këthim për mrekulli, realizon për të zbut rezultatin në 10. 3 minuta 20 deri në fund të çereku të parë është kjo ndeshja e parë gjysmë finale e Kupës Kosovës. Jones për të Mushiqin, i cili lanson topi hyn e del, nuk realizon Hunter, bukur i shmangët Akili Viningut, e kthen te Hoti, i cili nga këto pozita zakonisht nuk huq. Topi drejt dhe te Jones. Hasbrook në anën tjetër. Asaj nuk shënon. Ukaj në ajër për mrekulli. E shpëton këtë top. Amin Hoti nuk ngutet. I vetmuar është atje Adem Mekiqi. Thomas për mrekulli. Posa hyri. Bëri edhe një slalom dhe realizoi 4 pikë rresht të Thomasit. Posa i kuadrua në lojë. Lance Thomas për 2 minuta 4 pikë, sa shënuan komplet krejt shokët e ti për 7 minuta loj. Anën tjetër, e ndalë në mënyrë të palejuar Sean Jonesin. Për herë të parë në loj edhe Driloni, ka qenë i lënduar edhe Drilon Hajrizi, edhe kthehet edhe Gjakori Payne pas 2 muaj mungese. Për herë të parë Gjakori Payne, i cili në 14 ndeshje të zhvilluara, ka një mesatare prej 15 pikëve, 6 asistimeve dhe 3 kërcimeve. Drilon Hajrizi, por sa o inkuadrua në loj, realizon dhe e përsin 2 shifrore e kthen te Mitrovicasit plus 10. Edhe 2 minuta lojnë çerekun e parë. Thomas edhe Kapiti. Thomas për mrekulli mbetet i vetmuar. Po dominon dhe ja treshja e Lance Thomasit. 7 nga 11 pikët e borës. Lance Thomas për 3 minuta, më pak se 3 minuta loj. Jashtëzakonisht efikas. Në anën tjetër Winning tenton, por Thomas e ka këtë top edhe në stil të playmakerit. Shikoni atje. Kurtaj është futur në loj. Tomasi dhe Driloni. Tomasi po dominon. Absolutisht. I jashtëzakonshëm Lance Thomas. Do t'i ketë edhe 2 gjuajtje të lira, qendra 208 cm, i cili kryesisht karrierën e ka zhvilluar në Amerikën Latine, Meksike, Venezuelë. Së fundmi ka luajtur në Afrikë, në Kenya, dhe Nairobi,
në kryeqytetin e Kenjas të Nairobi City Thunder. Nuk është Oklahoma City Thunder, por Nairobi City Thunder. Ndërsa si vetima sonte me të vërtet po luan edhe Lance Thomas i jashtëzakonshëm. Besoni apo jo, pra për 3 minuta e 15 sekonda loj, Lance Thomas ka shënu 9 pikë. Dhe është më i merituari që nga -12 e përsia erdhi në vetëm 5. Drilon Hajrizi, 3 sekonda, mbrojtje e mirë tani. Definitivisht inkuadrimi i Lance Thomasit e bëri dallimin. Nën pikë, një kërcim dhe një top i vjedhur nga Lance Thomas. Kemi hyrë në minutin e fundit të çerekut të parë. Ukaj i kryen atë hapësirë Hunterit, por shumë po e komplikon. Po e ndal, po e mbyt lojën Alex Hunteri, depërton deri në fund. Kërkon atje shënim nuk e kërkon rishikimin, u konsultua atje me zyrtarët e tij Zoran Karshellani, nëse kishte prekur dikush tabelin apo jo, dhe u tërhoq nga vendimi për sfidë. Do të jenë gjuajtje të lira të Alex Hunterit. Realizon Alex Hunter, i cili ka një efikasitet prej 80% nga vija gjuajtjeve të lira. I realizon T2 dhe afron rezultatin 18-15. Kemi një seri prej 7-0 të Borës, për paksa nuk e vjedh topin Adem Mekiqi. Ka atje reagime, megjithatë referi Ilir Shale është i vendosur se Dardan Kapitje ka prekur topin i fundit. Mbrojtje mire Mekiqit, Alex Hunter atje. Ka një pozit shumë e vështirë, tenton, nuk realizon. Kapiti më i larti në kërcim. Tentoj me barazu rezultatin në sekundat e fundit të çerekut të parë. 18-15, çfarë i kthimi, dhe krejt kjo duke i falenderuar Lance Thomasit. Tmushiqi e kthente Drilon Hajrizi, i cili e bën atë që e bën gjithmonë. E shikon Ilir Shalën, i cili i thot herën tjetër ki kujdes për simulim. Sido qoftë, Driloni e lanson dhe treshën e realizon atë që e bën gjithmonë. Në sekondat e fundit, kur s'ki shka me bo gjuja topin Drilonit edhe mos boj dert. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që kemi bo. Ua, Eria, qëpar dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me ble qka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Qyqy? Topa? Edhe ato me 0% interes. Ja, ma veç pak të kënëshet pjesë. Me t'ble pa interes, me t'zion me po pres, shumë let me pagu, a jeti t'ungu. Ha, qështu do? Top. Hej, a ja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo, paguaj diri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life.
Kthehemi me pamje nominatorja dhe statistikat. 6 pikë e përsi 21-15, duke i falenderuar 2 tresheve më shumë të shënuara të Trepçës. Pra, 2 treshe të Trepçës më tepër janë 6 pikë dhe kjo është edhe e përsia me të vërtet me inkuadrimin e Lens Tomasit në lojë u vendos balansi në brendi saj përket edhe kërcimeve, edhe të mbylljes koshit, dhe Lens Tomas me inkuadrimin e tij i realizoi 9 pikë për 3 minuta e gjysmë lojë, duke e anuluar atë minusin prej 12 pikëve, sa ishte më i larti 16-4, dhe e udhëhoqi skuadrën e tij për të afruar rezultatin në vetëm 3 pikë e përsi 18-15, mirë po në sekondën e fundit e po të pjesë të qerekut të dytë, Trilioni i cili ul për me pushu tash, e dërgoj e lansojnë qintat e fundit treshën për këte e përsi që po e shi. Ufa, sa bukur të Mushiqi. Kjo është balet, kjo është simfoni nga Mikael Mushiqi. 23-15 për mrekulli pran viz. Fundore atje, te përtoj, ingritin hava, shkoj deri në fund dhe realizoj. Që shekojmë zakon me thonun e jo vetë ministrin mbrojtjes, por edhe i sulmit te Trepça, Mikael Mushiqi. Lens Tomas, fuqi dominuese te Bora dhe ai i cili e bëri dallimin. Ja shikoni atje me kapitin po luan mbrojtje të mirë Dardani. Lens Tomas shpejt atje te Mekiqi, topi lëviz shpejt tani. Aksion fantastik. Aksion fantastik, si dikur Barcelona tika-taka, saj here Bora, e cila përfundon me treshën e Hunterit për të afru rezultatin për sëri në 5. Amzili vetmuar për 3 pikë, tenton atje, kërkojnë faul nga Lens Tomas. Mumini, ja bon me dorë ngritur, Winning. Fauli Olsi Kurtajt. Nuk e mbylli si duhet korridorin e depërtimit, kërkon në mbrojtje. Ndrim. Amin Hotin vend të Alex Hunterit, i cili realizoi treshën. 5 pikë të Alex Hunterit deri tash. Pati edhe 3 kërcime dhe 1 asistim. Në anën tjetër, thash, figurë qendrore, ky djalosh. 208 cm, fantastik, Lens Tomas. Për 3 minuta e gjysmë loj, në qerekun e parë 9 pikë. Kapiti për Penin, i cili u inkuadrua në loj pas mungesës 2 mujore dhe tani me tandemin Winning dhe Gjakori Payne. Ufa, Mushiqi në sekundën e fundit nga distanca e madhe, Dardani e përmirëson atë buqe të Mikaelis. Ka dhe 6 sekonda për këte sulm, Mekiqi, Winning, tenton, nuk realizon, Lens Tomas më i larti në kërcim, por është i kujdesshëm. Përshini se si Lens Tomas pas kërcimit në mbrojtje e mbron topin dhe nuk e lëshon, nuk lejon që sidomos Mikael Mushiqi, i cili është dinak dhe luftarak, t'ja vjedh topin. Lens Tomas deri në fund depërton, Dardan Kapiti atje ja vodhi topin, Olsi Kurtaj shkakton faulin e dytë për një kohë të shpejt në mënyrë eksprese, për arsye se e ndërpren atë kundër sulmin në lehtë. Tyler Cheese kthehet në loj. Lens Tomas largohet, Shekwan Jules rikthehet, e përshëndetin Tomasin. E meriton ky djalosh me vërtet. Luajti 7 minuta loj me efikasitet perfekt. Çkado që ka gjujt ka qëllu. 2 dyshe, 2 gjuajt lira dhe 1 treshe. Karejt e veni, 9 pikë të ti. Mushiqi e përton. Tyler Cheese apo jo, Mekiqi. Mekiqi e ngrit dorën. Në këto 2 minuta e 15 sekonda loj, ja, Gjakori Payne luajti pak,
sa për me u kthy në lojë pak me ndjen ritmin e lojës dhe ka kujdes Beqiragishi. Nuk ka nevojë që të rrezikojnë ndonjë lëndim, atë e bëri edhe me Drilonin. Po i kursen lojtarët kryesor për pjesën fazën finale të këtij edicioni ku Trepça po synon përsëri të gjitha trofet, synon që të përsëris sukseset e edicioneve të kaluara. Thash dëshiron tripletën 3 herë rresht ta fitoj titullin e kampionit dhe kupën e 5 rresht. Sa bukur me të majtën atje e ndërpren Deportimin aty hapshin në hapin e parë për mrekullimin 25-20. Mushici nga një pozitë e vështirë. Mikailet Mushici bombardon edhe një herë i pandalshëm për 28-20. Pika e 8 e Mikailes, treshja e 2 e tij. Amin Hot ka presin të hatashëm nga Akili Vining. Jetmir Zeqiri bëhet gati për të inkuadruar në lojë dhe shërimi nuk pranohet. Fauli ishte më herët. Ron Ukaj largohet, Jetmir Zeqiri dhe Adem Mekiqi po ashtu. Edhe Mekiqi është kjo ndeshja e 2 e tij pas kthimit nga lëndimi. Qiz bloki Gjullësit. Ufa, topi shumë i lartë dhe i fuqishëm për Jetmir Zeqirin. Mirë e mendoj Tyler Qiz, fali. E mendoj mirë, po nuk e realizoj, nuk e ekzekutoj si duhet. Është ky topi i 9 i humbur. Udhëheqje e 2 fisht. Nevrikoset atje. Adis Beqiragishi me këte top të humbur. Nën topa të humbur i ka Bora. Në anën tjetër është ky vetëm topi i 3 i humbur i Trepçës. Dalet në mënyrë të palejuar Shekman Gjullës prej fuqive kryesor Mustafa Hamzili ka shkaktuar faullin. Shekman Gjullës është së bashku me Tyler Qiz. Janë dy armët kryesore koshashënuese, mesatare prej 14 pikëve për ndeshje. 6 presje, 4 kërcime dhe 1 blokad i ka Shekman Gjullës. Qiz 17 pike, 5 kërcime. E vërtet, ky tandem e ka bartur Borën gjatë kësaj serie fenomenale prej 9 fitoreve e vetëm 3 humbjeve në 12 gjirot e fundit. Prej pozitës së fundit, faulli Amin Hotit ndaj Sean Jonesit, ish reprezentuesit të Kosovës edhe një herë. E pengon atje, nuk i lejon pikë të lehta Sean Jonesit, megjithatë Sean Jones është një prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira të Trepça. Herën e parë është i pasak, 28-21. Herën e dytë e qëllon për të rikthyer një përsi konstante prej 8 pikëve, si në vazhdimisht po e ka Trepça, 5 deri 8 pikë, aty po sillet konstanta e avantazhit të Mitrovicasve. Jetmir Zeqiri nga një pozitë e vështirë tentoi, nuk realizon, e lën topin jashtë. Sean Jonesi. Aleksandr i thot isha i vetmuar pse s'ma pasove.
Hasbrook për mrekulli, shpejt lëviz topit. Mushic nga një pozitë e vështirë. Amzili mbi të gjithë majët Palestrës, kërceu atje, e kapi këte top, kërcim në sulm dhe ndalet në mënyrë të palejuar nga Tyler Cheese. Është kjo personalja e dytë e Cheese-it, ndërsa për Mustafa Amzilin do të jenë 2 gjuajtje të lira. 9 pikë të Amzilit, 2-2 është nga vija gjuajtjeve të lira. I pagabueshëm është Mustafa Amzili, e ashtu vazhdon të jetë. 30 me 29, 30 me 21 falni, 9 pike përsi. Edhe pika e 11 e Mustafa Amzilit, së bashku me të Mushicin, 2 lojtarë të Trepça që kanë realizu pikë dyshifrore, 11 Amzil, 10 Mushic. Ky tandem Mushic Amzil, 21 nga 31 pikët e Trepçës deri tash. Amin Hoti tenton të përgjigjet dhe bën këte. E njeh mirë këte Palestër. Amin Hoti bombardon dhe treshën e realizon. Jetmir Zeqiri e kap kokën dhe nuk pajtohet me këte vendim, nuk vazhdon me reagimin e tij. E ka plotësu bonusin Bora, do të jenë 2 gjuajtje të lira përsëri për reprezentuesin e Finlandës, Mustafa Amzilin, bashk lojtarin e Edon Maxhunit tek Finlanda. I pagabueshëm tani. 12 pikë të Amzilit, kosha shënuesi më i mirë tek Trepça në pjesën e parë. 12 pikë, 5 kërcime, 1 asistim. 13 pikë të Mustafa Amzilit për 33 me 24. 13 pikë, 5 kërcime, 1 asistim, pa humbur asnjë. I pagabueshëm nga gjuajtjet e lira, ndërsa në deportim i pandalshëm është Tyler Cheese. E zbut disavantazhin në 7. Kemi hyrë në 5 minutat e fundit të pjesës së parë të ndeshjes së parë gjysmë finale të Kupës Kosovës mes Trepçës e Borës. Ndeshja e kthimit zhvillohet të mërkurën e ardhshme në Prishtinë në 1 tetori. E Mustafa Amzili i pandalshëm. 35 me 26, pika e 15 e Amzilit. Aleksandr tenton të përgjigjet me treshe sikurse parës, por jo, mire mbyll atje koshin Sean Jones. Është ky kërcimi i tij i dytë, edhe koha është për Tomasin. Hyrja e Tomasit në çerekun e parë solli balans, 35 me 26. Hasbrook për Sean Jonesin, i cili nga ato pozita zakonisht nuk huq. Kësa e radhe po, me gjithate s'ka problem. Amzil është në vend, kërcimi 6 i tij. Hasbrook për Jonesin dhe Mustafa Amzili i pandalshëm. Po e gjejnë atje, po asistojnë dhe Amzili nuk po ju qon huq këto asistime. Pika e 17 e Mustafa Amzilit, 17 pikë, 6 kërcime, 1 asistim, e detyron trenerin Kashelan që të kërkon time-out. Përsëri kemi gati avantazhin maksimal prej 11 pikëve. Edhe njëherë është ky aksioni më i bukur individual të Mushici me ato lëvizjet e tij mashtruese. Në anën tjetër e pam Aleksandr, parës kur e afroi rezultatin në 23 me 18. Hanteri ka 5 pikë. Një treshi ishte kjo që e pat pak më herët, ndërsa kosha shënuesi më i miri i skuadrës është Lance Thomas, giganti i cili me të hyrë në çerekun e parë për vetëm 3 minuta e gjysmë realizoi 9 pikë e 2 kërcime. Shikuan në përgjithësi deri tash në këto
16 minuta, 21 sekonda loj. Trepça po dominon tashmë edhe në kërcime, edhe në asistime, edhe në topa të vjedhur. Paramendoni deri tash pra Bora nuk e ka asnjë top të vjedhur. 5-0, 13-9 në kërcime, 12-4 në asistime, 5-0 në topa të vjedhur. 9 topa të humbur deri tash i ka Bora dhe Trepça i ka shfrytzuar nga këto 9 topa të humbur, ka realizuar 8 pikë, në anën tjetër Bora nga 3 topa të humbur të Trepçës i ka shënuar 3 pikë. Nga rastet e përmirësuara pas kërcimeve në sum, 6-0 për Trepçën. Thomas, i cili është inkuadruar në lojë dhe tani sa bukur atje. Ron Ukaj nga një pozitë e vështirë, tenton atje mirë po e mbylli mirë kësaj radhe Mustafa Amzili. Mbetet 37-26, 3 minuta e 8 sekonda lojë në pjesën e parë. Hot është pranë Hasbrookut, pick and roll Mustafa Amzili për mrekulli. Thomas. Mirë po i kalon atje si raket për vidhët Hasbrook për e përsin më të lartë deri tash sonte plus 13. Personale në sulm me Shaquan Julesit. Hasbrook për Amzilin. Bukur vepron kjo dyshe ky tandem. Lufton atje Mushiqi, s'ka top të humbur. Megjithatë 3 lojtarë i afrohen. Amin Hoti e kap të top, ik shpejt në kundërsulm, situat 4-4, fauli Gjakori Penit, i cili është inkuadruar përsëri në lojë. Spati rrugdalje tjetër. Switch kërkon ndrim të lojtarëve, kërkon atje Adis Beshiragici. Kërkon që të afrohet atje mbrojtja, mos të lejohet Tomasi që të tenton. E huq, kundërsulmi shpejt Mustafa Amzili, e dim që din të deportoj deri në fund. Pick and roll të Mushiqi e pret Sean Jonesin edhe një herë. Shpejt lëviz topi. Amzil e gjen atje për mrekulli, për toke, asiston për Sean Jonesin, për e përsin më të lartë deri tash plus 15. Kurtaj dhe Qiz inkuadrohen në lojë. Në brendi për mrekulli. Dalet në mënyrë të palejuar Shaquan Jules. Personalja e pare Sean Jonesit. Asnjë lojtar tek Trepça nuk rrezikon. 2 personale. I ka Drilon Hajrizi. I pasak nga tentimi i tij par Shaquan Jules. Është kjo huqja e tij e dytë nga vijagjuajtjeve të lira. Zakonisht Bora është shumë efikase nga vijagjuajtjeve të lira, bëjnë shumë pak huqje si skuadër në total. Bukur atje Gjakori Payne. Mirë po, e lexon mendjen e ti Jules. Ufa, në stil të playmakerit Thomas, çfarë shënimi! Si playmaker, si fundor atje, bon slalom dhe në fund realizon për 41-29. Pika e 11 e Tomasit. Kemi në minutin e fundit, mbrojtje zonale. Bukur atje Hasbrook realizon Biron Ukajn për 4-4 me 29 e rikëthen
maksimumin prej 15 pikëve. Tyler Cheese, Thomas lufton për pozitë atje, mbrojtje mire Amzilit. Tyler Cheese tenton, po nuk realizon. Karshellani kërkon mbrojtje e mos të pranojnë kosh në sulmin e fundit. E vjedh të top Thomas. E vjedhe dhe Hasbrook, i cili nuk realizon. 44-29 rezultati finali i pjesës së parë. Duelit parë gjysmë final të Kupës Kosovës në basketbol këtu në Minatori. Njëkohësisht ju rikujtoj se po zhvillohet edhe ndeshja tjetër në Sezai Suroi, ku Prishtina aktualisht është duke fituar 32-37. Adhurues të basketbollit, pas rishikimit të situatës, kjo treshje e Hasbrookut nuk njihet sepse ka shkelur vin, pra rezultati finali i pjesës së parë është 43-29, pra është dyshe dhe jo treshje e Hasbrookut. Shkojme pauzë e më pas kthehemi përsëri në palestrën Minatori.